Pavarësisht vendosjes së mesatares 7.5 për degët e mësuesisë, regjistrimet në Universitetin Fanoli të Korçës kanë qenë të kënaqshme për këtë vit akademik, duke mundësuar hapjen e pothuajse të gjitha programeve të studimit. Interesi më i lartë është shënuar në degët anglisht dhe edukim fizik dhe sporte. Dekania e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, Jonela Spao, u shpreh se edhe studentët me mesatare më të ulët kanë mundësi të ndjekin këto programe dhe më pas të vazhdojnë studimet master në një profil tjetër, duke zgjeruar mundësitë e punësimit. Ai student që ka mesataren 6.5 mund bëj bachelorin, por jo masterin për të bërë mësues, por kjo i jep mundësinë, siç e kam thënë, që të vazhdojë një master tjetër. Konkretisht ne në fakultetin tonë kemi një master të tillë që mund ndiqet, po te fakultetet tjera kanë master shkencor që mund të ndiqen, jo në fushën e mësuesisë. Dhe ai mund mos bëhet mësues, ama mund të punësohet në një sektor tjetër të administratës. Spao theksoi gjithashtu se programet master kanë tejkaluar kuotat e pranimeve, çka dëshmon se oferta akademike e universitetit është në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Fakti që edhe programet e masterit janë të plotësuara më së miri, madje kanë tejkaluar dhe kuotat në disa programe, tregon që përgjithsisht në degët e mësuesisë kanë ardhur me shumicë student me mesatare 7.5. Universiteti i Korçës vijon të mbetet një ndër institucionet më të qëndrueshme në rajon për cilësinë e arsimit dhe programeve që i përgjigjen zhvillimeve bashkëkohore.